Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Krishti u ngjall. Jemi në javën e ndritshme, që është si një ditë ku ne krishterë ortodoks përshëndesim njëri tjetrin me përshëndetjen paskale, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Po jo vetëm këtë javë që është si një ditë pashke, po për 40 ditë ne krishterët e përshëndesim njëri tjetrin. Me këtë përshëndetje, duhet ta bëjmë tradit, duhet ta fusim mes përshëndetjes sonë të krishterë, sepse vetëm me këtë përshëndetje mjafton që ne njëri tjetrit jo vetëm ta urojmë, jo vetëm ta bekojmë në Krishtin e ngjallur, por dhe të dëshmojmë që Krishti është i gjallë dhe është midis njerëzve. Sepse Krishti tha, unë do jem me ju çdo ditë deri në fund të botës. Por, sot kisha nga ka mbledhur në një të kremtë të madhe, mariologjike, kushtuar të shenjtës Virgjeshës Zonjës së Mari, që ka lidhje me Pashkën, me Krishtin e ngjallur. Ky kremtë quhet burimi i jetëdhënës. Çfarë është historia që na tregon këtë kremtë? Tradita kish na thotë se në vitet 450 një ushtar me emrin Leon po ecte në një pyll rreth Konstantinopojës. Atje ai takon një të verbër. I verbri kërkoi ujë. Leoni i dhëmshur kërkoi ujë në gjithë pyllin, po nuk gjeti. Dhe erdhi i dhëruar tek i verbri. Por në atë çast kur ishte i mërzitur dhe pa shpresë, dëgjoi një zë gruaje e tha: "Leon, pse mërzitesh? Ja ku është uji pranë teje." Dhe ai në çast pa që gurgulloi një burim uji. Jo vetëm që do t'i japësh ujë të verbrit, por do t'ia spërkatësh edhe syt dhe do të shikosh se kush është ajo që të flet. Madje zëri gruas tha: "Mbreti Leon." Dhe ai mori ujë nga ky burim që doli krejt papritur, i dha të verbrit dhe pastaj i spërkati syt, edhe atij i erdhën syt, edhe pa. Leoni, një besimtar, edhe pse ishte një ushtarak, ai ishte i devotshëm, besoi se kjo grua nuk ishte një zë gruaj zakonshëm, as dhe një mashtrim diabolik, po ishte zëri i Virgjeshës Mari, i tërshenjtës, nënës së Zotit. Dhe ai e pranoi këtë si një mrekulli. Madje, ku në vitet 486 ai u bë mbret, ashtu si profetizoi Virgjeshja Mari, ndërtoi një kishë të madhe në atë vend, në atë burim, dhe dedikoi burimi i jetëdhënës. Në atë kishë janë bërë mrekulli të jashtëzakonshme. Madje janë shëruar mbretër, mbretëresha, patriark, besimtar, nga gjithë sëmundjet, janë ngjallur edhe të vdekurit. Fatkeqësisht, kur u poshtua Konstantinopoli nga Osmanët, u prish kjo kishë, por përsërit krishterët e ndërtuan dhe sot e kësaj dite e kemi këtë kishë në Konstantinopoj dhe atje ka dhe një mrekulli të dukshme. Është burimi i ujit në një bazen dhe gjithmonë 3 peshq të kuq që ndrojnë atje simbol i Trinisë së Shenjtë. Të dashur të krishterë, neve ortodoksët jemi njerëzit më të pasur të botës. Ja kalojmë milionerëve dhe miliarderëve, sepse neve kemi Perëndin në gjithë plotësinë e tij, që është në Isu Krishtin. Dhe Isu Krishti është në kishën e tij, në misteret e kishës, të cilat na jepen falas dhe na transmetojnë hirin e Zotit që nuk ka çmim që mund të blehet. Hiri që bën shërime dhe mrekulli, gjallë të vdekur shpirtërisht, por dhe trupërisht. Dhe kjo nuk është teori, kjo nuk është filozofi, kjo është realitet. Dhe Krishti është ai që buron ujin e gjallë. Çdo të thot ujë gjallë, është hiri i Shpirtit të Shenjtë që buron nga Ati dhe vjen në botë nëpërmjet birit, të bërë bir njeriu. Dhe ky ujë gjallë, ky hiri i Shpirtit të Shenjtë, është ai që na ngjallëson, e para nëpërmjet pagëzimit. Si tha Krishti, vetëm në qoftë se rilindim nëpërmjet ujit dhe frymës do të jetojmë.
Dhe ajo çfarë ne bëjmë në kish, rilindin nëpërmjet ujit dhe shpirtit. Por shpirti i shenjtë zbret, siç tham, dhe vjen nëpërmjet mistereve, misteri i mirosjes, misteri i kungatës synore, e të tjera mister të kishës. Dhe gjithë jeta e kishë një mister që transmeton këtë hir të shpirtit të shenjtë. Por edhe Virgjëresha Mari quhet burim jetëdhënës. Jo se ajo e buron nga vetja hirin, sepse hiri i Shpirtit të Shenjtë buron vetëm nga Perëndia, por ajo u bën nëna e Zotit. Nëpërmjet saj biri dhe fjala e Perëndisë u bë bir njeriu. Dhe kështu ajo na solli jetën. Kështu që edhe ajo, si hir plote, e mbushur me hiret e Shpirtit të Shenjtë, transmeton të hir tek të krishterët. Prandaj dhe neve themi e përmbi shenjtë Yunice shpëtona. Shpëtona nga smundjet, shpëtona nga rreziqet, shpëtona nga vdekja e shpirtit dhe e trupit. Jo sa ajo shpëton vetë, po ajo shpëton nëpërmjet birit, dhe biri nëpërmjet hirit të Shpirtit të Shenjtë, sipas dashurimit të Atit. Kjo pra ndodh në kishën tonë ortodokse. Kjo e bën të pasur besimin tonë, e bën të patundur, e bën të përjetshëm. Prandaj dhe ne të krishterë ortodoks duhet të mburremi në Zotin. Nuk duhet të ankohemi, nuk duhet themi të jemi të varfër, as duhet të lëngojmë, sepse Zoti na i ka dhënë të gjitha në këtë jetë, në kish. Këtu në kish është Krishti. Këtu është burimi i jetëdhënës. Këtu gurgullon hiri që është i pambaruar. Këtu është ylindsja. Këtu ajo lutet me ne bashkë me shenjtorët. Tu ndodh mrekullia. Prandaj thot edhe Shën Cipriani, jashtë kishës nuk ka shpëtim. Kështu pra të dashur të krishterë, le të vazhdojmë udhtimin ton të bekuar. Jo vetëm këto ditë paskale, por të kemi frymën e ngjalljes gjithë ditët e jetës sonë, si dhe Shën Serafimi Sarovit përshëndeste gjithmonë, vogëlush, Krishti u ngjall. Krishti u ngjall dhe Zoti është i gjallë në jetën tonë. Duhet të ngjallemi neve, që të ngjallim dhe të tjerët. Dhe këtë e bëjmë jo vetëm thjesht nga ana jo njerëzore që jemi të vdekshëm, por në Krishtin, me hirin e Shpirtit të Shenjtë, me ndërmjetimet e ylindsës dhe shenjtorëve, ne jemi të gjallë. Jo vetëm në këtë jetë, por dhe për përjetësinë. Amin.